Jo pra jo, në mes të vitit financiar, do të thuash, taksat e janarit nuk janë 10% sa ke paguar, po janë 50%. Ky debat është bërë mungesë informacioni total. Kjo është një pjesë. Unë e kuptoj. Jo, kjo është një pjesë. Pjesa kur u bë, po. Më fal, unë e kuptoj edhe nga mënyra se si të drejtojnë pyetjet që nuk keni informacion për këtë gjë. Ajo që ju sapo thatë, është një udhëzim që dilte për çdo vit. Për çdo vit bëj udhëzim pranimesh. Pra për çdo vit prezumohet ligjërisht që ndryshon. Një minutë, s'është kështu. Po si më jo. I zgjidhte vajza koeficienti për çdo vit ndryshonte? Po tash jo thua ti, po do bësh debat me mua. Koeficienti ndryshonte për çdo vit? Lëre më koeficientin udhëzimin. Po them koeficientin lëre udhëzimin. Jo, po më keq kupton. Po them është nxënës. Shkon në shkollë dhe i thuhet që të fitosh shkollën e lartë, duhet kesh matematikën, po e pa dhe më mirë se tjetri, do fitosh, po mësove. Dhe kjo planifikon 4 vjetë si do shkojnë shkollë lartë. Në vitin e 4 i thua, qëfar ke bërë 4 vjetë, nuk tynë më në punë, se u kam sjellë. Po si është të vërtetë? Nuk e doni këtë vërtetë. Ata shpjegojnë. Pra, e para dhe Jertrude. E para dhe unë flas me përgjegjësi institucionale këtu, nuk po flas kot. Unë mbaj përgjegjësi për çdo fjalë që unë nxjerr nga goja. Tani, unë po them edhe herë. Udhëzimi që përcakton këto koeficientët ndryshon çdo vit. Pra, mundësia të pranimit në universitet që përcakton dhe kriteret. Udhëzimi ndryshon çdo vit. Që do të thonë, prezumohet që ai mund ndryshojë çdo vit. Dhe ka ndodhur. Pra, koeficientët kanë ndryshuar mbasi është marrë mendimi nga universitetet, sepse edhe me sistemin e vjetër merreshin mendimi nga universitetet. Ndryshonte çdo vit, jo në gjithë kriteret apo koeficientët, por ndryshonte. Tani çfarë ka ndodhur? Kemi ndryshuar dhe një udhëzim. Dhe në fakt udhëzimi ynë është procedurial. Ndryshimi kryesor ka ndodhur me ligj që në tetor. Dhe kriteret, mund të fuste që këto breza që janë me sistemin e po shkuar tek vajza. Vajza, me sa mbaj më duk se unë ka mesatarën 9.4, i ka këtë shanset, i ka gjitha shanset për të futur në institucion publik, po flasim, të arsimit lartë. Sistemi është ndërtuar në mënyrë tillë që raundi i parë merr ekselentët. Dhe kjo nuk do të thotë që goca nuk është e mirë, por nuk është ekselente. Relativisht nuk është ekselente, sepse ka me notë mesatare 10. Çdo më thënë ekselent. Ja, me notë mesatare 10 do të thotë ekselent. Ja, me 10-a, vetëm. Me gjitha 10-a. Do të thotë ekselent. Tani, më lër pra ata shpjegoj se ka shumë rëndësishme për se zotëria ka ardhur me bë debat politik. Unë s'kam marrë me bë debat politik. Dhe unë kam marrë për bërë debat profesional. Edhe shmangje që bën debat profesional është edhe gënjeshtra që thua ti, edhe informimin që s'e ke bërë. Lutem, do më japësh fjalën. Si? Me kë mësu thush gënjeshën? Çfarë gënjeshesh? Po kemi dëgjuar nga ju shumë, domethënë kështu. Një minutë. Nuk e di se më kem mësuar ti o zotëri. Unë flas, po nuk fiton gjë me këtë serios. Ja një minutë, po, çfarë po thua? Po them që goca i ka gjitha mundësitë për të qenë pjesë e një institucioni publik. E vetmja gjë që duhet në raundin e dytë, sepse në raundin e dytë bëhet panorama shumë më e qartë. Sepse ikin ekselentët dhe kuptohen qartë se kush janë mundësitë dhe vendet e lira. Dhe me atë mesatare kam përshtypjen që mund të marrë dhe programet kërkuara. Po nëse nuk e merr, ngelet pa shkollë apo nuk ngelet? Jo, nuk mund ngelet pa shkollë, por një arsye shumë thjesht. Ka 24.000 vende për 22.000 aplikime. Këtu vetëm duhet që të zgjidhet ashtu si në përputhje me kriteret e universitetit dhe mund t'i japësh institutin e fiskulturës si ajo se do. Mundësia është aty. Mundësia është aty. Janë 35.000 vende në fakt. S'ka rëndësi, po flas një shkollë duke futur edhe privatin. Janë 35.000 vende për 27.000 aplikime. Pra janë 8.000 vende të tjera. Nëse shifra janë i kemi dëgjuar. Tani e vetmja gjë është që studentët jenë shumë qartë për kriteret e universitetit dhe të zgjedhin universitetin që është i meritës vet. Edhe një herë. Ky është problemi. Edhe një herë, o Arlind, se sa po e marr fjalën mos po tutut e thelbi vetë. Ku ka filluar? Edhe një herë. Ku jam tash kemi pozicionet tona. Mos the përgjigje me çdo ka filluar problemi. Ka filluar tek mesatarja dhe llogaritja e thjeshtë e mesatarës, për cilën këta nuk kishin dieni. Sepse, dhe një herë, këtu nisi problemi dhe studentët u shokuan që nga për llogaritja e mesatarës. Pra, ishte heqja totale e ponderimit të mesatarës. Ishte ponderimi që u hoq. Mirë po, këto brënda kritereve, se Ministria është qore këtu këne, nuk ka parë që Universiteti Durrësit i ka bërë një sfidë shumë të madhe këtyre, sepse te kriteret, se zotria tha që matura është vetëm darë, se okej, hapi kriteret, sepse i ke sajti i Ministrisë dhe përcaktohet qartë
që Universiteti Durrësit për mua ka bërë zgjedhjen ose zgjidhjen më inteligjente, ka përcaktuar si kriter notën mesatare të ponderuar. Është i vetmi universitet që e ka bërë dhe kjo është e vërtet. Dhe ai universitet është treguar më i saktë në raport me gjithë studentët dhe vlerën e tyre. Ndërsa këta i kanë mashtruar dhe i kanë gënjur studentët. Një titullar i lartë i Universitetit Tiranës sa më shkruan dhe më thotë që kriteri i Universitetit Tiranës sepse telefon ka dhënë. Pra problemet nishin këtu dhe studentët nuk figuruan blendën mesatare. Unë kam te kriteret. Janë nisur me një sistem tjetër për të shkuar në shkollë dhe ka ndryshuar sistemi në fund fare. Po, këtë minutat shtesë ka ndryshuar. Atëre, ju jeni ligjvënës, kur erdhi ligji, nuk ra në sy kjo gjë, o zoti Boshi. Kur erdhi ligji në parlament, ra në sy kjo gjë. Kur erdhi ligji në parlament, ra në sy kjo gjë. Sigurisht debati ka qenë tepër global për ligjin e arsimit lart dhe ka pas shumë pika të kontestuara midis tyre dhe mosheqja e maturës shtetërore ka qenë pikë ngulmuese dhe kërkesë shumë e madhe e jona, por nuk merresh në konsiderat asnjë gjë. Bashkë kemi vazhduar 2 në 3 deri në 3 të mëngjesit dhe këta nuk shuan pe për asnjë rast. As për ato problematika të mëdha, as për raportin e universiteteve publike me ato private, dhe as për maturën shtetërore. Nuk jeti provas vërtetës, ti gënjen publikisht, edhe nuk skuqesh dhe nuk zverdhësh. Ke për zërbalët e kuvendit. Edhe nuk e asnjë reflektimi. Se e bën dhe këtë do thjesht tonë. Në atë setin tuaj shtohet ke studiuar diskutimet tona kanë ngelur argumenti gënjen, se atë argument që në fillim që këto e kanë përcaktuar një gjë tillë është kundërshtuar, sepse matura shtetërore nga ne është përcaktuar si arritje, hoqi korrupsionin, vendosi sistemin e meritës dhe preferencës dhe kishte transparencë